Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rritet kostoja e jetesës në Maqedoninë e Veriut. Sipas të dhënave nga enti shtetëror i statistikave, nga maj 2025, kostoja u rrit me 1.5% krahasuar me muajin prill. Rritja u shkaktua kryesisht nga rritja e çmimit të ushqimit dhe pijeve jo alkolike. Ato posuan një rritje prej gati 4.1%. Përveç ushqimit, rritje e çmimesh u regjistruan edhe për mallra dhe shërbime të ndryshme me 1.5%, pijet alkolike dhe duhani me 0.8%, veshmbathja dhe këpucu me 0.5%, si dhe për rekreacion, kulturë, mobilje dhe mirëmbajtje shtëpiake. Rritje më të vogël çmimesh u regjistruan dhe në kategorinë e strehimit, shëndetit dhe energjisë. Vetëpunësimi i papunëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut është në thelb të projektit paraqitur nga Ministri i Ekonomisë Besar Dyrmishi së bashku me drejtorin e Agjencisë së Punësimit Seliadin Beluli. Sipas funksionarëve, masa e parë është dedikuar për personat mbi 29 vjeç dhe ofron mbështetje financiare në shumë prej 430.500 denar për themelimin e biznesit të ri. Në raste specifike për punësimin e personave me aftësi të kufizuar ofrohet mbështetje shtesë deri në 250.000 denar. Masa e dytë është e projektuar për të rinj deri në 29 vjeç, të cilët kanë mundësi të marrin mbështetje deri në 615.000 denar për krijimin e biznesit të tyre, tha Besar Dyrmishi, Ministri i Ekonomisë i Republikës Maqedonisë së Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Me 65 vota pro dhe 15 kundër, Azir Aliu zgjodh ministri i ri i shëndetësisë i Maqedonisë së Veriut, ndërsa Albrim Hoxha u emërua zëvendës ministri i ri për bujqësinë. Kryeministri Istra Mickovski tha se pritshmëritë për Aliun janë digitalizimi i sistemit shëndetësor. Aliu mori detyrën pas largimit të Arben Taravarit nga koalicioni qeveritar. Deputeti i Vlenit Bekim Qoku tha se propozimi që Azir Aliu të jetë ministri i shëndetësisë vjen në bazë të marrëveshjes që kishin me kryeministrin Istra Mickovski në fillim të mandatit. Zoti Azir Aliu është propozimi i Vlenit në bazë të marrëveshjes që e kemi në fillim të këtij mandati me kryeministrin Mickovski dhe ai përfaqëson sot Vlenin si subjekt politik. Dhe Azir Aliu, përndryshe, mbeti në vijën, në linjën, në logjikën e asaj që u thur, pra marrëveshjes që u thur në fillim, dhe nuk shkoj si ju të tjerët te BDI-a, nuk shkoj te korrupsioni. Pas marrjes së funksionit të ministrit të shëndetësisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Azir Aliu është përballur me akuza nga opozita shqiptare. Nga Alianca për Shqiptarët, kreu Arben Taravari thonë se tashmë ministri i ri i shëndetësisë Azir Aliu, në periudhën kur ishte ministri i shoqërisë informatike dhe administratës, propozoi heqjen e balancuesit, sot të shfuqizuar nga gjykata kushtetuese. Nga Alianca për Shqiptarët, Arben Taravarit kërkojnë informacion se deri ku ka mbetur procedura për miratimin e ligjit për përfaqësimin e drejtë dhe adekuat të premtuar nga qeveria e kryeministrit Mickovski. Zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Arben Fetai reagoi pas sulmeve që vijnë nga opozita dhe ish bashkëpunëtorët e Aleancës për Shqiptarët. Përmes një letre të hapur, Arben Fetai cilëson qesharake pretendimet se grupi i deputetëve që qëndrojnë në bashkëqeverisje është blerë nga shumica në pushtet. Qesharake është thuar se janë mshitur për një rrogë prej 1.890 eurosh, një shumë që nuk i afrohet as një të 10 të ardhurave që kanë lënë pas për të kthyer këtu, shkruan Arben Fetai për Arben Taravarin. Ai kujtoni kryetarit të partisë angazhimin për nxjerrjen e opozitë të BDI-s. Fetai kërkoi kryetarit të partisë reflektim për vendimarrjen. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.